Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të bëjmë një pyetje. Dikush të mendon. Kush është ky person që të mendon në largësi dhe shpesh herë? Pra, mendjen e ka tek ty. Kush është ky person? Do ta zbuloj me anë të letrave tarot, me anë të shenjave të skopit dhe me anë të gërmave të alfabetit. Ky person është një person që është larg, pra jeton larg. Dhe tek ju ka gjithmonë atë pjesën e mirësisë, pra gjithmonë të mendon dhe gjithmonë kërkon që të vi sa më shpejt tek ty. Pra të ketë atë pjesën e mendimit që do të vi shumë shpejt. Dhe ky lajm tregon, ky ushtari i shpatës tregon që ky person vjen shumë shpejt drejt teje. Me këtë mesazh, ky princ i shkopinjve tregon mesazhin që vjen shumë shpejt tek ju. Të mendon dhe gjithmonë kërkon që të bëj këtë udhëtim lumturie për të ardhur drejt teje. Të mendon në çdo moment, është një njeri shumë paqësor, shumë human, edhe nga ana shpirtërore, por dhe nga ana sentimentale. Ai të ka gjithmonë në ëndrrën e tij, pra që ta bëj realitet. Kjo letër, gjashta e kupave, tregon që personi që të mendon është një person shumë i sinqert. Është një person që në fëmijën e tij ka pat një lidhje të fortë me prindrit e tij, me një nga prindrit e tij, me një person të familjes. Dhe në ditët e sotme, ku ai jeton, do që çdo marrëdhënie ta ketë në bazë të ketë sinqeritetin. Pra, themelet e kësaj marrëdhënie sentimentale të jetë sinqeriteti. Dhe këtë kërkon prej teje gjithmonë. Është një person pak egoist, por gjithmonë me egon pozitive. Treshi i kupave më tregon që shumë shpejt mendimet e tij do të bëhen realitet, e ai do të vi drejt jush dhe do të festoni bashk këtë gëzim të madh, këtë bashkim midis njëri tjetrit. Me kjo energji, me kë shenjë të horoskopit, me binjake, me birgjëreshën, peshoren, me gaforen, demin, me luanin dhe me bricjapin. Kurse me shenjat, me gërmat e alfabetit, mund të rezonoj me gërmën G, gërmën Q, gërmën Sh, gërmën T, na fluturoj, me gërmën O, me gërmën R dhe me gërmën I. Faleminderit shumë, miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.